mëkat me hek shamin? Po dëgjoja deri në fund, në fakt edhe nuk kam zakon me bo kakofonin në bashkëbisedim. Po nuk mendoj që me gjithë respektin është zona person kompetent, jo kjo personalisht si individ, po kushdo tjetër që nuk e barë qamin me thonë që është okej, nëse zgjedh me hek, leta hek kushdo që ashtu nuk mundemi me fol as për politik, nuk mundemi me fol as për ekonomi, nuk mundemi me fol as për çmimet rrituna, nuk mundemi me fol as për shëndetësi, nuk mundemi me fol as për luftrat që po ndodhen, nuk mundemi me fol për asgjë që ndodh këtë botë sepse si jemi kompetent. Atëherë i bie, unë nuk e di më çka jeni në profesion, po unë s'është merrni në me profesionin që e keni studiu. Se s'po di me çka ose mos fal jashtë as shamis. Për shembull, ke mos fal për Albën dhe për Big Brother sepse si e kompetente. Kështu që nuk qëndron kjo paralele që bëhet rresmi. Njerëzit mundet me fol për gjithçka që ekziston në tokë vetë vetë. Mbi gjitha për çështje sociale mund të flas secili njeri që ekziston. Kështu që madje mos i primi të çorën. Sociologën për të marrë një këndvështrim. Po, një reagim. Unë nuk jam ftu këtu për të folë. Alba apo Big Brother ka qenë vegza e shfrytëzimit të këtij fenomeni si instrument. Kështu që çaj përket arsyem se thash nuk jeni kompetente për folë për këtë punë, është sepse ju nuk e keni dhe nuk si stat, është diçka shumë personale. Dhe secili njeri vendos në forma të ndryshme se si edhe çka me vepru. Kështu që për arsye pse thash nuk jeni kompetente ju si individ personalisht, por për shkak që nuk e keni dhe nuk e dini përjetimin apo ndjenjen personale se si është. Asu nuk i din. Asu nuk i di. Përjetimet dhe ndjenjat e njerëzve. Asu nuk i di se si është më qamin. Dhe një vajzë me shamin mundet me vendos me hek shamin brenda ditës, dhe ti nuk i din ndjenjat e saj dhe si kompetente me fol për jetën e saj. Me që tha që nuk e dini çka është profesioni, atëherë po t'ja me vazhdu pjesën e juaj, pa problem. Që nuk e dini për të tjerat, kështu që ta kemi qartë. Ada, vetëm një pyetje lidhur nga ajo që tha Zona dhe do të kaloj tek sociologja. A është mëkat me hek shamin? Unë nuk jam teologe. Me aq sa kemi lexu për vete personalisht, prap unë nuk jam teologe dhe nuk jam e thinur për me fol për pjesën e se çka është me vendos apo me hek sipas fesë islame. Por ajo që di është që ajo që mundem me thonë. Shamia nuk është diçka cilën mundesh me vendos sot me e bartë dhe nesër me e normalizu që është okej edhe me hek. Me disa gjana nuk është mirë me i neutralizu dhe me i bo normale, si kur gjithçka është okej veç personi me undi mirë. Prandaj thash në fillim që duhet me u mendu mirë para se me marrë një vendim kaq të madh. Shumë e qartë. Sociologja Batje Sulejmani është me ne. Zona Sulejmani, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë. Natyrisht është shumë e rëndësishme të dëgjojmë edhe një këndvështrim tuaj dhe një vlerësim tuaj për këtë debat publik që është ngritur për këtë fenomen dhe për këtë kërkesë të një vajzë në një reality show që të mbulohet. Si e pat gjithë këtë? Realisht, më falni nëse jam pak e pa informume se nuk e kam përcjell shumë Big Brotherin, por me çka pash ishte bu një kërkesë për më mbulu. Unë fillimisht nuk e shoh të arsyeshme, sepse ish dasht ato ndjenjat e saj personale me i jetu jashtë kamerave, ndoshta i shkon ma e rrugës edhe ma e besueshme për krejt neve. Kështu që nuk e shoh shumë të arsyeshme këto. Me që edhe Big Brotheri si format me sa kam lexuar është format i cili nuk i pranon bisedimet as debatet, besa debatet nacionale, fetare, politike, kështu që se besoj që as kjo ish dasht me u bo në një reality show. E qartë është, po. Zana, cili është mendimi jot për Albën? Ti shpesh i komenton banorët, i diskuton ata, i komenton edhe sjelljet e tyre, veprimet e tyre, kashi fenomeneve të shumta që ndodhin edhe jashtë asaj shtëpie. A mund të shma përsërit edhe fillimin e pyetjes së njerëzve nuk e dëgjova? Albën, ti si e ke pas? Si karakter apo si çështje e shamis? Po, si lojtare. Jo, si lojtare në këtë rast do të përfshirë edhe këtë kërkesë të fundit. Veç po du me thonë edhe një gjë. Alba, të gjitha Albat e tjera, të gjithë njerëzit, qoftë edhe publik dhe jo publik, nuk duhet të bëjnë gjëra që i besojnë njerëzit rreth tyre ose nuk i besojnë, i duan njerëzit rreth tyre ose nuk i duan. Duhet bëjnë gjëra që ndihen mirë. Të ndihen në ritmi, domethënë është gjë më e rëndësishme e mundshme dhe edhe feja,
edhe ligji, edhe jeta, edhe shoqënia, edhe familja, edhe gjithçka. Nëse nuk bën më ndje mirë, atër nuk është e vlefshme për ty. Ne jemi këtu për mirëqenien e njerëzve, gjithçka duhet jetë për mirëqenien e njerëzve. Unë fola edhe në këtë rast. Jo pse duhet t'i besojmë ose ne jo Albës. Ajo duhet t'i ndjehet mirë e sigurt në vetën e saj dhe në ndjenjat e saj. Ne nuk e di nëse ka qenë në momente sepse ka qenë i mbyllur ose jo. Prandaj ajo bën mirë që ta sqarojë me vetën e saj dhe të ndihet mirë. Nëse ajo ndihet mirë me Shami, i qoftë për hajër, e bajt për shëndet. Nëse ndihet mirë me Shami, atër le ta heqin edhe le të vazhdojnë, le të jetojnë ashtu siç ata duan. Ndërsa sa i përket figurave të Big Brother, shumica atyre janë strategji, sikur ata që zgjedhin lojën e tyre, me vendos me e ba ose mos me ba, shpesh herë nuk janë real, sepse mendojnë që do duket ndoshta shumë mirë nëse janë pak më agresiv, nëse nxjerrin debate do të qëndrojnë më gjatë, që ndoshta në jetën reale tyre nuk do ta bënin ashtu, sepse nuk mendoj që ka njeri grindaver se 24 orë. Dhe ata mundohen që ta tregojnë vetën të ashtu për 24 orë, mirë po mendoj që edhe natyra e njeriu në përgjithësi është sociale, më dashur, më shoqërueshme, mirë po është një shtypje për me kriju show. Edhe ata që ndikun nga kjo gjë, dëshirojnë që të krijojnë show sa më shumë. Kështu që nuk mendoj që t'i paraqytojmë asnjërin prej tyre, qoftë Albën, qoftë Benitën apo figura tjera të cilat janë brenda aty. Po, sepse mirë, pikërisht loja e tyre brenda varet nga ajo se si perceptojnë njerëz jashtë. Dhe shumë shpesh ata përdorin strategji sepse varet nga ajo se si shohin njerëzit jashtë, sepse janë ata që i mbajnë lojë. Pikërisht për ata që mendojnë, mirë, po një gjë është sigurt ata e dinë që sa më shumë shkakton debate, aq më shumë do ta kesh jetën e gjatë në Big Brother. Kohën që do të qëndrosh brenda. Prandaj mundohen që të krijojnë sa më shumë debate, sa më shumë zhurmë që të rrinë brenda. Por asnjë nuk mendoj që realisht janë ashtu. Thjesht vuan të rinë sa më gjatë brenda. Po sepse ishte pikërisht edhe reagimi njerëzve jashtë pas këtij vendimi të Albës, pas asaj kërkese që bëri ajo, që bëri që kjo temë të shohet edhe brenda spektaklit. Pra nuk u diskutua më. Ai bie kjo Adna që qytetarët nuk lejojnë që feja të përfshihet në lojë dhe të përdoret si strategji nga banorët, edhe pse ne nuk e dim sa e sinqert ka qenë ajo nga Alba. Po e theksojmë edhe njerë, se mund të ketë qenë shumë e sinqert. Mund të ketë qenë ndjesi e momentit që i ka ardhur asaj. Në fillim të intervistës thashë shumë vështirë njerëzit me pas një paragjykim sa më drejt apo një gjykim mos më u thellu shumë në to. Prap, ajo se çka ndjen personazhi është që i përket asaj. Kurse sa i përket sa pranon shoqëria apo jo brenda një loje, ma shumë kam parë reagime memesh në fakt pas prej asaj nate të premten, se sa që kam parë reagime se nisin më diskutu në fakt edhe shëndeti mendor i saj. Këtu mendoj që ka kalu në ekstremitet. Që basi të pas këtë kërkesë një lojtare tjetër, do të thua që nuk do të, në fakt do të merrej më seriozisht kjo? Sigur ti kisha njoh lojtarët e tjerë. Nëse është bërë më shumë meme, kjo flet për diçka. Por në fakt veç me shtu edhe diçka. Më shqetësuese pak po m'duket se sa vetë fenomeni i këtij instrumentalizimi, po e quaj, nëse është ashtu. Lejimi prej producenteve apo edhe televizioneve politikave. Produksionin në këtë moment vetëm e ka diskutuar. Domethënë edhe atë natë ju tha që të mendoj ende, domethënë të mos vije deri tek ky veprim. Ajo që u tha në fakt ishte shumë mbështetëse, se ne jemi këtu, duhet mbështet, duhet të jemi të njëjtë, pranojmë gjithë secilin e tjerë. Mirë po në fakt në krahun tjetër e këshisha në disa frekuenca që shumë herë ka përsërit që sekondat për mu po janë shumë. Domethënë një vendim ndoshta emocional, momental që po du me një herë me mbulu, po në krahun tjetër ishte një përgjigje që merre kohën tënde shumë mirë prej anës moderatorit apo edhe produksionit përgjithësi, por në krahun tjetër shku marketing u kthym për qa po ndodh pas edhe veç nuk pat. Po doli ajo tani po e përqiu debatin tjetër. Po ajo kishte për marifete tjera, mos sa ne kish po mori have dhe jashtë.